ka shmangur fotografin me presidenti Trump, po për këtë do na tregoj. Ndërkohë Juli ka ardhur në studio. Juli, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, di falenderit. Siç dhe kam thënë sot në program, janë disa çështje, për shembull Durana 1, që konsiderohet e tmerrshme, e cila lejon disa shumë kompani në lidhje me kryeministin që të mos paguajnë, është një paras fiskale brenda vendit pa ditur askush. Smart City, e të tjera, por Kajo ka bërë një lloj kurioziteti, po gjithashtu Kajo si ka ndodhur dhe një fenomen që duke qenë teknik bëhet i vështirë për t'i kuptuar. Kështu që sot kam ftuar të na iluminosh, i dashur Juli. Pyetja e parë. Kur thuhet që çështja Kajo ka prishur aleanca strategjike e Shqipërisë me SBA dhe Turqinë, si? Atëherë, përgjigjja e kësaj pyetje fakt është shumë e thjeshtë. Për shumë vitesh tashmë Shqipëria nuk blen më sisteme armatimesh nga dy prej vendet që kanë qenë vendet pararoj që kanë ndihmuar Shqipërinë qoftë në antarësimin në NATO, qoftë në mbrojtje strategjike të interesave të saj në arenën ndërkombëtare, por edhe me ndihmë të drejtë për drejtë të pajisjeve ushtarake, siç është Turqia në vitet e vështira tranzicionit fillim viteve 90 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne dhe gjithë shqiptarët e dinë që nuk ka vend që kanë ndihmuar më shumë Shqipërinë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ideja është që në mënyrë unilaterale, pa i marrë mendim parlamentit dhe pa e deklaruar, kryeministi ka ndruar partner. Kjo është marrëdhëniet financiare që unë do ta shpjegoj që Kajo ka krijuar deri më tani me kompani të ndryshme nëpër botë, ka cënuar të paktën këtë e thonë ekspertët, me të cilët unë jam konsultuar, që ka cënuar drejt për drejt interesat amerikane dhe ato turke, sigurisht në mënyrë se si ekzistonin. Edhe Turqia është vend aleat i NATO-s dhe ne kemi parë edhe gjatë kohëve të fundit ftohjen që ka kryeministri jon me presidentin Erdogan, por që nuk po i hyj kësaj çështje, por di të them dhe këtë e them me garanci të plotë që sot Kajo dhe marrëdhëniet financiare që ajo ka krijuar, por jo vetëm, me kompani të ndryshme nëpër botë që nuk janë pjesë e vendeve aleate të NATO-s, kanë cënuar pikërisht këto interesa dhe më poshtë do të shpjegojmë edhe arsyet pse. Të bëjmë një pyetje tjetër që mund të ndihmoj. Është e vërtetë që tenderat e armëve me kompani të dyshimta po hetohen nga NATO? Është e vërtetë ky si fakt? Është një fakt ky? Pra këtu le të nisim diskutimin. Pak muaj më parë, konkretisht në muajin dhjetor, NATO, vendet anëtare të NATO-s, po NATO dhe Agjencia e saj e prokurimit kanë pezulluar një kompani izraelite, Elbit System, një nga kompanitë e cilësuara si më të mëdha në botë për sa i përket pajisjeve dhe prodhimit pajisjeve dhe sistemeve ushtarake, e kanë pezulluar nga marrja e tenderave në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Sepse kjo kompani deri më tani, nga hetimet që ka bërë prokuroria belge dhe ajo e Luksemburgut, ka rezultuar që ka korruptuar zyrtarët të NATO-s për të përfituar tendra që shkojnë në miliarda dollar. Pra një kompani që prodhon sisteme ushtarake ka korruptuar zyrtarët e NATO-s për të përfituar tendrat që vendet aleate të NATO-s kanë kryer për blerjen e pajisjeve. Si lidhet Elbit me Shqipërinë tani? Do t'ja shpjegoj. Kompania Elbit System është një kompani e cila ka hyrë dhe në marrëdhënie të drejtë për drejta financiare me shtetin shqiptar. Ka lidhje me këtë zotrin Ron Ifet? No. Ron Ifet është një nga personazhet i cili është shfaqur në momentet të caktuara kur qeveria shqiptare ka nënshkruar marrëveshje me kompanitë Elbit System apo me kompani të tjera. Për shembull, një nga rastet ku qeveria shqiptare është ajo që një marrëveshje nënshkruar vetëm pak muaj më parë, në muajin prill, në 27 prill, në qytetin e Vlorës, pra ishte periudhë fushate elektorale dhe kompania Kajo ka nënshkruar një marrëveshje sekrete për blerjen e 4 sistemeve nga kjo kompani, 4 sisteme ushtarake. Ne dim, ka një memorandum fakt të nënshkruar nga qeveria jon, që të gjitha detajet e kësaj marrëveshje i mban sekret. Pra është një marrëveshje financiare që paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptarë dhe që mbahet sekret. Ndërkohë, unë po ju them që vendet e tjera të NATO-s që kanë nënshkruar pikërisht të njëjtën marrëveshje për blerjen e të njëjtave sisteme, vetë kjo kompani me të cilën Shqipëria ka nënshkruar marrëveshje dhe që sot NATO e ka pezulluar dhe 13 kontrata aktive ndërkohë,
i ka bërë publike. Pra, marrëveshja i ka... E njëjta kompani, të njëjta sisteme, të gjithë të tjerët i kanë bërë të njohura, qeveria jonë jo. Qeveria jonë i mban sekret. Si argumenton? Kjo është... E dyshim minimalisht. E dyshim, por është çështja financiare në radhë parë, sepse këto janë marrëveshje që sipas vetë kompanisë, në faqen e saj zyrtare janë tendera apo sisteme që kushtojnë nga 100 deri në 650 milion euro. Pra bëhet fjalë për para shumë të mëdha, të cilat ne sot nuk i dim se si do t'i alokoj qeveria në buxhet, se ku do t'i gjej qeveria shqiptare, se si do t'i disbursoj e të tjerë, por dim që sot qeveria shqiptare ka një marrëveshje sekrete me një kompani të cilën në ato po e heton për korrupsion. Po nga pikpamja e marrëdhënies qeverisë me këtë kompani, pra me Kajo. E kuptova. A mund të ma përcaktosh pse ka një diskordancë, një mospërputhje në raport me përqindjet e aksionerëve? Do t'ju shpjegoj një gjë thjesht që lidhet pikërisht për marrëveshjen që sapo folëm. Kompania Kajo është krijuar në 2024, në vitin 2024, me qëllim që ose u propagandua nga qeveria shqiptare që ajo do të ringjall industrinë e vdekur të prodhimit të armatimeve në Shqipëri. Siç dihet, Shqipëria ka pas një trashëgimi nga e shkuara komuniste, Poliçani, Gramsci e shumë ndërmarrje tjera ushtarake që prodhonin armatime dhe me këtë qëllim u krijua Kajo. Në krye të saj u vendos ish kreu i policisë shtetit Ardi Veliu, një person me precedent të shumt të dyshim për lidhje me grupe dhe jo vetëm, por që gjithsesi kjo është një temë tjetër, dhe më pas qeveria shqiptare ndërhyn në ligj, me ligjin që krijoi Kajon dhe me anë të disa vendimeve të Këshillit të Ministrave të firmosura nga zëvendës kryeministja Belinda Balluku, i hap drejtën jeshile kësaj kompanie që të bëhet aksionere me kompani të tjera private. Pra, kompania publike Kajo të bëhet bashkëpronare dhe të themeloj një kompani tjetër private. Dhe sipas VKM-s, të qershorit të vitit 2025, përcaktohet se kompania Kajo duhet të ketë minimalisht 45% të aksioneve të kompanisë të shkrirje si do bëj me kompani private. Po me një kompani tjetër. Çfarë ka ndodhur? Në të paktën 3 raste, dhe unë ju kam sjell këtu disa nëse mundet na ndihmoj regjia, për shembull kompania Kajo është kompani mëm për 4 kompani. Dhe 2 nga këto kompanit kanë çuditërisht bashkëpronar edhe shtetasin izraelit Ron Jefet që unë ju përmenda pak më sipër. Dhe në të dyja këto kompani dhe në një kompani tjetër që është me një shtetas... Pra këto janë 4 kompanit, është dokumenti nga Qendra Open Procurement Albania që ka databazat e kompanive dhe që tregon që kompania Kajo është kompani mëm për 4 kompani të tjera. Dhe 2 nga këto kompanit, 3 nga këto kompanit, janë kompani ku Kajo, pra Ardi Veliu, është me 20% të aksioneve. Pra është në shkelje të vendimit të Këshillit të Ministrave që ka përcaktuar se kjo kompani duhet të ketë minimalisht 45% të aksioneve. Të kërkoj ndjes, Juli, vetëm se ai konsiderohet një lapsus, nëse është një lapsus, dhe nuk është një faj. Po ta mendojmë një moment që kur është një lapsus. Është një lapsus vedemaskus dhe po thuaj budalla, mund të jenë ata deri në këtë nivel. Jo, që ka pasojë e kuptoj. Nëse do të ishte lapsus, duhet të ishte korrigjuar. Po kjo ka pasojë financiare sepse kompanit që janë krijuar nga Kajo dhe operatorët privat kanë si objekt të tyre tregtimin, prodhimin dhe tregtimin e armëve, që do të thotë nesër këto kompani do të përfitojnë fitime. Pra nëse Kajo do duhet të merrte 45% të fitimit, tani unë ti marrë zoti e fet ato. Ka humbur automatikisht për shkak të numrit të aksioneve 25% të fitimit. E kuptoj. Pra 25% fitimi që duhet i shkonte shtetit, do të shkojë kompanive private që kanë shumicën e aksioneve. Ka dhe një element tjetër. Ti merr ndjesin shumë shkurt këtu. Ti merr ndjesin që është e paramenduar? Patjetër që është e paramenduar. Pse? Sepse këtu është elementi i rëndësishëm. Kjo e para ka dy element, po themi të dyshimt, sepse e para, kompania Kajo ka autoritetin dhe ekskluzivitetin për të përdorur sot të gjitha pronat e ushtrisë së bashku me kompanit partnere. Pra,
pronat publike që sot i ka në zotërim ushtëria shqiptare, do t'i përdorin pikërisht ortakët e Kajos, kompanit private. Dhe nëpërmjet pronave të ushtërisë, ato do të bëjmë biznes. Pra, duke përdorur pronën publike që shteti u afal këtyre kompanive private, ato do të nxjerrin fitime pa i kthyer shtetit asgjë mbrapsht. Së dyti, rasti i Elbit System ka ardhur në Shqipëri për të trajnuar në fushën e aviacionit Shqipërinë. Pra do rikthejmë në prezantimin që ka bërë kryeministri Rama, ka thënë që kjo kompani ne do të na ndihmojë që të trajnojmë pilot luftarak, por edhe të aviacionit civil, me që po ndërtohet aeroporti i Vlorës. Duke i dhënë në shkëmbim i shkollën e Marinës në Vlorë. Pra, trajnimi i pilotëve do të bëhet pikërisht në shkëmbim të dhënies së një prone të ushtërisë shqiptare, siç është shkolla e Marinës. Pra, ky është vetëm njëri nga elementët. Së dyti, që shumë e rëndësishme dhe kjo, është që këto kompani, duke pasur shumicën e aksioneve në një kompani të krijuar me një kompani tjetër, siç është Kajo, pra kompani publike, kanë dhe autoritetin e vendimarrjes, organe drejtuese. Pra, e drejtojnë atë kompani dhe mund të hynë në marrëveshje sepse kanë shumicën e pra, është, si më thënë, është një lloj parlamenti aty, ka një bord drejtues ku shumica e antarëve të këtij bordi drejtues janë pjesë e shumicës së kompanive pra të aksionerëve. Dhe ata mund të vendosin edhe në kundërshtim me interesat kombëtare nesër për shkak sepse kompania Kajo ka pakicën vendimarrëse në këto kompani. Kush firmos? Aktualisht firmos Ardi Veliu, që është drejtuesi për administratori i kompanisë shtetërore Kajo, sigurisht që është dhe ministri i linjës, që është ministri i Pirro Vëngu, ministri i mbrojtjes, por sigurisht që janë dhe zëvendës kryeministri dhe kryeministri që nxjerrin urdhra dhe vendimet që duhet i zbatojnë pikërisht kjo. Unë po ju them gjë që është nga përveç se informacioneve që qarkullojnë, ka dhe një fakt publik. Sot ministri i mbrojtjes, për atë që ju thash në fillim për shkelje apo prishje të interesave amerikane dhe turke, sot në të dyja shtetet, çuditërisht, ministri jon i mbrojtjes nuk ka shkelur kurrë. Dhe të dhënat janë që ai nuk shkel dot kurrë. Unë shpresoj që të dali dhe ta përgjigjeshtojë publikisht. Kam një përshtypje që është një element rrethanor ky, nuk mund të nxjerrën konkluzione të mëdha, por jo, ky është, unë po bëj një deduksion. Po të kisha qenë ministër i mbrojtjes, unë do kisha dalë dhe do kisha thënë që jo, vërtet, në kuptimin që ky është një deduksion i bërë në bazë të këtyre rrethanave dhe këtyre fakteve, por sigurisht edhe nga burime informacioni dhe nga njerëz që e njohin është shumë mirë se çfarë po ndodh me pronat e ushtrisë. Pra, qëllimi i Kajos në vetvete nuk është ajo që thuhet, pra të rikthej dhe të ringjall industrinë. Cili është qëllimi i Kajos? Është që pronat e ushtrisë, të cilat një pjesë sot për shkak të këtyre vakumeve ligjore janë në hetim nga SPAK, është gjetur pikërisht kjo mënyrë që ato t'u jepen njerëzve dhe personave të caktuar të nxirren në ankande dhe të përdoren nga kompani të treta private. Dhe fitimet t'u shkojnë në xhep pikërisht kompanive apo njerëzve që kanë lidhje të ngushta me kryeministrin apo me njerëz të tjerë. Dhe siç e tha edhe zëvendës kryeministri, se dua ta përmend sot, Kajo është një kompani që ka shkelur disa ligje. Është një kompani sot që nuk e auditon dot asnjë institucion publik, kontrolli i lartë i shtetit apo institucione të tjera, për shkak të mënyrës se si i kanë bërë ligjet kryeministri dhe varësit e tij. Dhe Kajo sot është një kompani praktikisht që cënon në mënyrë të rëndë interesat e sigurisë kombëtare. Juli, faleminderit shumë. Faleminderit ju, Adi. Faleminderit që na vjen gjithmonë në studio na tregon e që i njeh çështjet. Në fakt, herën e ardhshme dua të bëj kam vendosur të bëj në program një hit parade të aferave më të rrezikshme dhe kërcënuese të jo vërtet duhet bërë sepse nuk atëre të lutem ma dërgo pjesën e emisionit klub që ta ritransmetojmë dhe ne. Miliarda do dilte shumë bukur realisht sepse aferat tona nuk
janë afera që flasim për 10 apo 100 mijëra euro, po janë afera që kalojnë sot disa 100 milion euro dhe ne kemi arritur të pakën si emision në 3 sezonet të tij të denoncojmë së paku 1.5 miliard euro afera. Kam dhe një pyetje të fundit përpara se të kalojmë në publicitet. Një pyetje për ty personalisht. Nga hetimet që ti ke bërë për këto afera të tmerrshme që kanë ekzistuar në këtë vend dhe për transformimin që ju bë këtij vendi me qëllim, në qoftë se nuk do ishte transformuar për keq Shqipëria, nuk do ishte vjedhur, nuk do kishte pasur korrupsion, nuk do kishte pasur këtë mënyrë koncept qeverisës dhe atë shumë do kishin pasur ndikim në një Shqipëri të një natyre tjetër, të një tipologjie tjetër? Më së paku shqiptarët sot do duhet kishin aksione, kur them aksione kam parasysh vendet nordike, Norvegjin, do të kishin aksione në kompanitë publike dhe të përfitonin nga dividendi i tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra çdo qytetar shqiptar do duhet të përfitonte drejt për drejtë nga renta minerare, nga karburantet, nga pasuritë të tjera që po i shfrytëzojnë pikërisht, shiko, po jepen Nuk dua tani fillojmë nga e para. Pyetja do ishte shqiptarët kanë humbur vërtet. Kanë humbur vërtet. Para të drejtë për drejta nga xhepat e tyre. Falenderoj shumë, Juli, faleminderit shumë, se do t'i lëm vendin se na ka shpartalluar televizionin në harkun e vetëm pak minutave që ka ardhur Bleona Qereti, por në fakt edhe kur shkojnë